Ebu El Aliye është prej djetarëve të brezit të parë pas sahabeve. Në fakt ka jetuar në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, por se Islamin e ka pranuar në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Ka qenë prej atyre që ka mësuar nga Omeri, ka mësuar nga Aliu, ka mësuar nga Abdullah ibn Mas'udi, ka mësuar nga Zeid ibn Thabiti, nga Aisha radhiyallahu anha, ka mësuar nga Abdullah ibn Abbasin dhe një grup tjetër i madh i dietarëve. Pra ka qenë një prej atyre besimtarëve, prej atyre dietarëve që kam pasur rastin që të edukohen në shkollën e sahabeve. Ka fituar dije të mëdha, dije të shumta që e kanë bërë tjetë jo thjesht referencë, por tjetë referenca kryesore veç mas sa i përket Kur'anit. Ka mësuar nga Ubej bin Ka'b radhiyallahu anhu, e ka pasur mësues personal dhe Ubej me licencë nga profeti jon, nga Muhamedi alayhis salatu wassalam, ka qenë njëri prej atyre 4 vetave që është mësuar Kur'ani prej tyre dhe duke qenë se është edukuar në shkollën e tij, në medresen e tij, Ebu El Aliye, i cili ndryshe quhet Rufej ose Rafi bin Mihran, është vlerësuar nga dietarët se njeriu që pas sahabeve absolutisht e ka njohur Kur'anin më së miri. Nuk ka vlerësim më të madh. Nuk ka vlerësim më të madh se sa thuhet për dikë se pas brezit të sahabeve nuk ka njeri të ngjashëm me të veç mas në shkencën e Kur'anit. Pra ka qenë i atill që dija e ka ngritur, madje përmendet se ka shkuar në Basra, ku ka qenë vali, ka qenë guvernator Abdullah ibn Abbasin, Allah qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, dhe e ka marrë, ka ofruar, e ka ulur në shtratin e tij. Dhe i ka thënë Ebu El Alijes, i ka thënë kështu të ngrit dija, për shkak se Ebu El Aliye në fillim ka qenë sklav. Dhe ja me dije ka ardhur, është ulur tek kushëriri i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Është ulur në shtratin e tij në kohën kur edhe Kurejsh që kanë pasur emër, që kanë pasur nam, kanë qenë të ulur në tokë. Pra, ka mësuar për hir të Zotit, e ka përqafuar fen për hir të Zotit, ka qenë i sinqert në fe, dhe Allahu te bareke ve teala e ka shpërblyer duke ngritur në këtë dynja para se ta ngrit në botën tjetër.